Kandidati për deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Enver Dugolli ka deklaruar se është plotësisht i bindur se subjekti i tij politik do të arrijë të fitojë mbi 50% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke i siguruar vetes shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë, pa pasur nevojë për koalicione pas-zgjedhore. Në emisionin ditari, Dugolli ka theksuar se synimi kryesor i Lëvizjes Vetëvendosje është marrja e shumicës së plotë parlamentare. Ne synojmë ta fitojmë shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë dhe institucionet dhe jemi të bindur se do të dalim fitues në këtë drejtim pa pasur nevojë për koalicione pas-zgjedhore. Besoj plotësisht se do të marrim mbi 50%, është shprehur Dugolli. Ai ka rikujtuar se në zgjedhjet e kaluara, edhe pse Vetëvendosje kishte fituar mbi 42% të votave, bllokimet deportive të tjera me përqindje dukshëm më të vogla penguan formimin e qeverisë pa marrëveshje. Dugolli ka thënë se këtë herë beson se qytetarët nuk do të lejojnë eksperimente që e mbajnë vetëvendosjen nën 50%, duke e pamundsuar një qeveri të qëndrueshme. E kaluara ka treguar se nuk mjafton të kesh mbi 42% të votave, sepse bllokimi që u bë nga partitë e tjera të cilat kishin përqindje të dukshme më të vogël e pamundsoi formimin e qeverisë. Tani është në gjykimin e qytetarëve se çfarë do të ndodhë në këto zgjedhje dhe unë jam i bindur se ata nuk do të lënë më hapësirë për eksperimente të tilla që ta lënë lëvizjen vetëvendosje nën pragun e 50%, duke mos i dhënë mundësinë për të formuar qeverinë, ka deklaruar ai ndër të tjera. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka emëruar sot Imri Demelezin, ministër në detyrë në Ministrinë e Bujqësisë, Filltarisë dhe Zhvillimit Rural. Ai do të zëvendësojë ministrin e deri tanishëm të këtij dikasteri Faton Peci, i cili merr detyrën e kryetarit të komunës jugore të Mitrovicës pas zgjedhjeve lokale të nëntorit. Këtë e ka bërë të ditur vet ish-ministri Faton Peci përmes një njoftimi në Facebook. Të dashur qytetar, sot e dorëzova detyrën e ministrit të Bujqësisë, Filltarisë dhe Zhvillimit Rural tek Imri Demelezi, të cilit i uroj suksese dhe mbarësi në përgjegjësinë që e presin. Shpreh falënderim të veçantë për kryeministrin e Republikës së Kosovës, Zotin Albin Kurti, për korrektësinë, mbështetjen dhe bashkëpunimin e shkëlqyer që kishim. Një falënderim për fermerët, kabinetin, stafin e ministrisë, bashkëpunëtorët e jashtëm dhe të gjithë aktërët e sektorit që kontribuan në secilë fazë të punës sonë të përbashkët. Faleminderit, ka shkruar Faton Peci në këtë reagim të tij në Facebook.